kam ndoshta nuk është ndonjë këngë që ka bo buj ende diçka, po mendoj që kapacitetet i kanë që t'jenë edhe në mas të popullit në gjithë Kosovën, ndoshta edhe shqiptarin, mund me unë dëgju. Domethënë janë këngë cilat janë në standard, krijimet, domethënë inqizimet, gjitha kom luftu që t'jenë në mënyrë më profesionale, të mundshme. Klipet, një sjell klipet bukura, tekstet t'kenë një mesazh të bukur, nëse flitet, nëse këndohet për dashurinë, këndohet bukur për dashurinë. Nëse nuk këndohet për dashurinë e thyer, për shembull, këndohet bukur, jo si këngë sot që po, jo këngë të kolegëve të zhondre tam, s'po flas, ka shumë këngë të bukura, po nëse flasim për muzikën e trendit sot. Tash nuk jam kundër, po krijon disa këngë ndoshta jo shumë të shëndosha për gjeneratat e reja që dalin. Nuk do të marrin mesazhe sot një fëmijë duke pa një këngë trendit sot hip-hop, për shembull, flitet për gjëra jo të shëndetshme, me një fjalë tash i dim, nuk kam nevojë me marr në detaje shembull, po t'jemi ne si këngëtarë, si artist, t'jemi edhe kontribues. Absolutisht po. Sepse i kemi borxh vendit, njerëzit kanë dhënë edhe më shumë. Thjesht na të mundohem në art, në sferën tonë, thjesht të kontribuojmë diçka. Njerëzit kanë dhënë jetën për këtë vend, po na si artist thjesht një këngë të bukur, një këngë që mos t'i ikim vijave të shqipes, vijave melodike tona, se na kemi muzikë shumë bukur. Mendoj që nëse e bëjmë bukur muzikën tonë, mendoj që në Ballkan konkurrojmë